Përsa i përket festimeve dhe sigurisht kryefjalës ndoshta një kohësisht që është mbajtur sot, fest dhe protest, kanë qenë në fjalimet qoftë të kryeministrit Albin Kurti, ashtu si kundër presidentes, pra në atë kuvent solem që është mbajtur ditën e sotme. Pra nuk është se ka munguar përpos prezencës, ndoshta në këtë rast i referohem zotit Kurti. Në fakt, fjallën UÇK nuk është që kemi dëgju literalisht themi kështu në fjalimin e kryeministrit Kurti, mirë po megjithatë, zoti Kurti ka mbajtur linjën themi shtetërore të Republikës së Kosovës, duke përkrahur luftën që është bërë në Kosovë, luftën për liri që është bërë në Kosovë, duke thënë që çdo pëllëmb i Republikës së Kosovës është mbrojtur me dinjitet, nga që sovraniteti i vendit edhe sot duhet të ruhet ashtu siç është ka ndodhur edhe shumë kohë më parë. Përsa i përket festimeve, vjojnë edhe në vim pra çfarë organizohet përpos, le të themi, manifestimeve që organizohen nga vetë shteti, si kundër kanë qenë paradat, në vim, pra qytetarët si zgjedhin ta kalojnë festën e pavarësisë. Në fakt, është edhe një pikë shtetërore, është pritja solemne shtetërore për ditën e pavarësisë, ndërkohë gjithë rrugët e shesheve të kryeqytetit, por edhe të shesheve të qyteteve përreth, qyteteve kryesore të themi kështu të Kosovës, zgjedhin që festën e pavarësisë ta festojnë njëjtë sikurse para 18 vitesh në rrugë, në kuptimin që të gjithë bëhen bashkë për të festuar ditën e pavarësisë, ditën kur Kosova është vullos që është shtet i pavarur, sovran edhe demokratik, ku më pas kanë ardhur edhe njohje të shumta në atë kohë. Ndoshta edhe sot ishte kogja ftohtë, edhe shumë njerëz dëgjonin edhe në protestë, po edhe kështu rrugëve, duke rikujtuar motin e para 18 vitesh, që ka qenë më të vërtetë shumë i ftohtë. Jo me borë, vetëm se ka pas një diell që ka rrëzu, edhe që ka qenë diell me dhëmbje, thojmë ne këtu në Kosovë. Po megjithatë, ajo nuk na ka ndalu për me vazhdu edhe me festu ditën më të rëndësishme të shtetit. Sigurisht, dielli i lirisë, nëse e konsiderojmë kështu që solli edhe këtë rrugtim të shtetit të Kosovës. Dhe një pyetje fundit referuar ndoshta më të vegjëlve që zgjedhin të festojnë pavarësinë. Duke pasur parasysh që në Shqipëri, paralelisht në përshkolla, jo vetëm në 28 nëntor ka aktivitete që i dedikohen pavarësisë së Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Aktivitetet shumëta janë mbajtur dhe në vendin tonë, si zgjidhet paktën nga ana e shkollave në Kosovë? Nga ana e shkollave në Kosovë, në vazhdimsi ka pasur vëmendje shumë të madhe të cila shkollë për ditën e pavarësisë së Kosovës, njëjtë sikurse edhe për ditën e pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntorit. Orët e para mësimore edhe dje, por besoj edhe nesër do të jenë në ligjërim e sipër për gjithë rrugtimin që Kosova ka pasur deri